Atëherë dieta detox për mendimin tim personal janë përdorur kaq shumë, domethënë termi detox tani përdoret për çfarëdo lloj gjëje dhe ndoshta nuk ka fare të bëjë me detoksifikimin e trupit realisht, por përdoret shumë sidomos detokset që bëhen me lëngje, koncentrat, domethënë për ta ndihmuar trupin që të pastrohet nga gjitha toksinat. Promovohet në këtë mënyrë. Mund t'jetë shumë e mirë për të marrë një dozë të mirë vitaminash apo mikronutrientesh, por do ishte problem nëse trupi jon varesh vetëm nga një lëng për të detoksifikuar. Domethënë ne kemi organ, kemi mëlçinë dhe veshkat që bëjnë shumë mirë këtë punë. Mëlçia e zbërthen të gjitha molekulat dhe merret me këtë pjesë të detoksifikimit dhe veshkat normalisht që largojnë toksinat, por do ishte shumë problem nëse do kishim nevojë për një lëng ose një ushqim specifik që trupi të detoksifikohesh. Mund të ndihmojnë për të tjera gjëra, por për mënyrën se si promovohet mendoj që nuk